Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Madalena dhe jam 25 vjeçe. Jam rritur në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë, një vend ku jeta kalon ndryshe nga qyteti. Në fshat dita fillon shumë herët, që në mëngjes dëgjon gjelat që këndojnë, njerëzit që dalin në obor dhe zhurmën e traktorit që niset drejt arave. Fëmijëria ime ka qenë shumë e thjeshtë, por në të njëjtën kohë shumë e bukur. Kam kaluar shumë kohë duke ndihmuar familjen në punët e shtëpisë edhe në tokë. Në verë punonim në kopësht, në dimër rinim më shumë brënda dhe bisedonim gjatë me familjen. Në fshat të gjithë njihen me njëri tjetrin. Nuk ka shumë sekrete. Nëse ndodh diçka, pas pak orësh e di e gjithë fshati. Megjithatë, që kur isha e vogël kam pasur gjithmonë një kuriozitet të madh për qytetin. Shpesh shija në televizor rrugët e Tiranës, ndërtesat e larta dhe jetën e shpejtë që dukej krejt ndryshe nga jeta jonë. Mendoja me vete si do të ishte të ecja nëpër ato rrugë plot njerëz që nuk të njohin. Shpesh kur dilja në qendër të fshatit me shoqet, disa gra të lagjes më thoshin duke qeshur: "Ti nuk je për këtu moj vajz, ti dukesh si për qytet." Unë gjithmonë qesha kur e dëgjoja këtë, por në të vërtetë ato fjalë më mbesnin në mendje. Herën e parë që shkova në Tiranë isha 19 vjeçe. Shkova për disa ditë tek një kushërira ime që jetonte atje. E mbaj mend shumë mirë ditën. Autobusi hyri në qytet dhe pash gjithë ato makina, drita, dyqane dhe njerëz që lëviznin kudo. Ndjeva një emocion shumë të madh. Gjithçka më dukej më e madhe, më e zhurmshme, më e gjallë, më shumë se çdo gjë që kisha parë më parë. Ditën e parë dola me kushurirën për një shëtitje në qendër. Ecëm në për rrugët e mbushura me njerëz dhe unë shikoja gjithçka me shumë kurreshtje. Por pas pak fillova të vërej diçka. Shumë njerëz ndaleshin me sy tek unë kur unë kaloja pranë tyre. Disa të rinj më shikonin dhe pshërëtisnin diçka mes tyre. Në fillim më erdhi shumë turp. I thash kushurirës time: "Pse më shikojnë kështu njerëzit?" Ajo qeshi dhe më tha: "Sepse je e bukur, bie në sy. Kur vjen një vajzë nga fshati, shpesh duket ndryshe." Nuk e di saktësisht pse ndodh kjo. Ndoshta sepse ne nuk kemi mësuar me jetën e qytetit dhe mënyra si sillemi është më natyrale. Ndoshta sepse në fshat njerëzit nuk janë aq të stresuar dhe kjo reflektohet në fytyrë. Gjatë asaj vizite në Tiranë përjetova shumë gjëra për herë të parë. Hyra në qendra tregtare të mëdha, pash dyqane me rroba që nuk I kisha parë kurrë dhe ula në kafene ku njerëzit rinin me orë të tëra duke biseduar. Në fshat nuk ndodh kjo. Njerëzit rrallë ulen nëpër lokale sepse gjithmonë ka punë për të bërë. Me kalimin e viteve fillova të shkoj më shpesh në Tiranë. Ndonjëherë për disa ditë pushimi, ndonjëherë për të punuar për pak kohë gjatë verës. Çdo herë që shkoja ndjeja përsëri të njëjtën ndjesi, sikur hyja në një botë tjetër. Në qytet gjithçka është më e shpejtë. Njerëzit ecin me nxitim, flasin në telefon, takohen me miq, planifikojnë vazhdimisht diçka. Në fshat jeta është shumë më e qetë. Një nga gjërat që më ka bërë gjithmonë përshtypje është se sa lehtë fillojnë bisedat në Tiranë. Një herë po prisja në radhë një furrë buke dhe një vajzë qëndronte pas meje dhe më pyeti: "A je nga Tirana?" Kur I thash jam nga fshati, ajo u habit dhe më tha: "Nuk dukesh fare si vajzë fshati." Nuk e di nëse ky ishte një kompliment apo thjesht habi, por më bëri të buzëqesh. Edhe nëpër kafene shpesh ndodh që dikush të fillojë një bisedë papritur. Njerëzit janë më të hapur për të njohur të tjerë dhe kjo më ka bërë gjithmonë përshtypje. Megjithatë, edhe pse Tirana është interesante dhe plot jetë, pas disa ditësh filloi të ndjej diçka që më mungon shumë. Më mungon qetësia, ajri I pastër I mëngjesit në fshat. Më mungon mënyra si njerëzit përshëndesin njëri tjetrin në rrugë,
dhe fakti që nuk ka zhurmë makinash gjatë gjithë kohës. Në fshat mund të dalësh në mbrëmje të dëgjosh vetëm zhurmën e erës dhe të insekteve. Në qytet ka gjithmonë zhurmë. Kështu që zakonisht pas disa ditësh në Tiranë vendos të kthehem në shtëpi. Sa herë zbres nga autobusi dhe shoh rrugët e vogla të fshatit tim, ndjej një qetësi të madhe. Nëna ime zakonisht më pret në obor dhe më pyet: "Si ishte Tirana këtë herë?" Unë gjithmonë buzëqesh dhe i them: "Plot jetë, por prap shtëpia ime është më e bukura." Sepse, edhe pse Tirana më duket interesante dhe ndonjëherë më pëlqen të kaloj kohë atje, në fund të fundit, unë mbetem ajo vajza e thjesht nga fshati. Dhe ndoshta, pikërisht kjo është arsyeja pse njerëzit në qytet më vënë re më shumë. Ndonjëherë thjeshtësia dhe natyrshmëria janë gjërat që bien më shumë në sy në një vend ku gjithçka lëviz shumë shpejt.